Pemët frutore në fshatin Barbullin të Bashkisë Lushnjë, pavarësisht goditjes së një stuhie breshëri javë më parë, por prodhimi mbeti i padëmtuar, shkon në tregjet europiane. Në fshatin Barbullin, plantacionet me pjeshke nektarin janë të shumta, ndërtohet edhe ferma Gjata Family Farm, e cila është bërë e njohur tashmë jo vetëm për frutin e pjeshkës së nektarinës, por edhe për prodhimin e vajit të ollirit, si edhe kultivimin e pemëve frutore të disa llojeve. Ky muaj shënon periudhën e vjeljes së nektarinës dhe për fermerin nga fshati Barbullin, Alvin Gjata, prodhimi është i mbarë dhe çmimi i tregut është i favorshëm për grumbulluesit për eksporte kryesisht në shtetin italian. Me një sipërfaqe 15 dynym, nektarina e hershme është prodhimi i deritanishëm më i kërkuar për tregun eksportues e vendas. Kërkesat janë në rritje për këtë frut të hershëm në pjekje. Fermeri ka treguar se këtë vit arrin të sigurojë një çmim të mirë për kilogram, duke treguar edhe sasinë për rrënjë. Atëherë ne kemi filluar vjeljet e pjeshkës hershme, konkretisht nektarinës. Produktet tona janë të bio, janë shumë sigurta, pasi ne përdorim vetëm produkte të certifikuara nga Bashkimi Evropian. Gjitha produktet që ne përdorim të këto i marrim nga jashtë shtetit, domethënë nuk i blejmë këtu spërkatjet ose mbrojtësit e bimës. Një nga mbrojtësit natyral bimës që është, siç mund të ta shikoni tek bima, për mbrojtje ndaj kërmillit ne përdorim lezhë dele, është një metodë mjaft efikase, e cila na ka ndihmuar në luftën kundër kërmillit. Pjeshkët tona eksportohen gjitha në Bashkimin Evropian, janë të provuara edhe me analizat që ne kemi bërë në vendet e Bashkimit Evropian, kryesisht në Itali. Kemi bërë analizat e tokës që janë të gjitha në bazë të parametrave që kërkon Europa dhe ne prodhojmë një produkt cilësor. Për momentin çmimet janë disi të mira, janë duke ecur mirë, sepse edhe prodhimi nuk ka dalë i gjithë, është në fillimet e tij, prandaj dhe çmimet janë të favorshme.